Sqarimi urgjent. Familja e Sasës reagon pas deklaratës kontroverse sa 10 shqiptare. Pas shprehjes tronditse të Saranda Hodës, Sasa, gjatë një debati në Big Brother VIP Kosova, lidhur me gjyshen e saj serbe, familja ka reaguar menjëherë me një deklaratë të detajuar për publikun. Ata kërkojnë të adresojnë dhe të sqarojnë urgjentisht një keqkuptim të rëndë që ka dalë nga ajo që ata e konsiderojnë si një deklaratë nxituar dhe e gabuar, e bërë nga Sasa nën presion emocional të madh. Familjarët theksojnë se fraza e përdorur nga Sasa ishte e pasaktë dhe e papranueshme, duke mos pasqyruar vlerat e vërteta të familjes dhe as realitetin e figurës së gjyshes. Ata përshkruajnë gjyshen si një grua me integritet të lartë. E vërteta është se gjyshja e tyre, pavarësisht prej ardhjes, ka qenë një grua me zemër të madhe, e cila i ka shërbyer njerëzve me humanizëm. Familja shtjellon se gjyshja njihet në të gjithë qytetin si një shembull i vlerave njerëzore, duke theksuar se, në kohë të vështira të luftës, ajo ka ndihmuar shumë familje në nevojë, duke ndarë bukë, ofruar strehë dhe mbështetje. Kjo figurë, sipas tyre, nuk duhet të njolloset nga një gabim verbal. Familja thekson se përgjegjësia e tyre kryesore është vendosja e të vërtetës në vend. Ata shprehen se deklarata e Sasës është keqkuptuar rënd dhe se komentet në publik po tentojnë të japin një kahje tjetër plotësisht të gabuar mesazhit origjinal. Në fund të deklaratës së publikuar në profilin zyrtar të Sasës në Instagram, ata sqarojnë se kuptimi i vërtet i frazës "palojë shqiptare" ka qenë i thënë në kuptimin metaforik. Familja sqaron se fraza ka për qëllim të thotë se gjyshja e tyre ka pasur vlera sa 10 shqiptare, duke theksuar kështu humanizmin dhe mirësinë e saj, e jo në ndonjë kuptim tjetër negativ apo ofendues. Me këtë sqarim, familjarët shpresojnë që çdo keqkuptim të hiqet dhe që respekti për figurën e gjyshes së Sasës, një grua me vlera humanitare, të rikthehet.